Rajoni i Ballkanit dhe veçanërisht Shqipëria janë përfshirë në një valë të re shqetësimi pas raportimeve që vijnë nga media azerbajxhanase Kaliber, e cila bën me dije se Irani po shqyrton seriozisht mundësinë e një sulmi ushtarak ndaj kampit Ashraf 3 në Mans. Ky lajm ka marrë dhënë pasi shërbimi për shtypi Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike IRGC ka lëshuar deklarata kërcënuese përmes kanaleve zyrtare në Telegram, ku theksohet se Teherani nuk e kufizon më veprimtarinë e tij kundër kundërshtarëve brenda një hapësire të caktuar gjeografike. Sipas autoriteteve iraniane, antarët e organizatës Mujahedine të popullit të Iranit, MEK, të cilët ata i etiketojnë si monafekinj, janë të përfshirë në aktivitete të rrezikshme armiqësore që kërkojnë një ndërhyrje të drejtë për drejtë, qoftë edhe mijëra kilometra larg kufive të tyre. Referenca që mediat bëjnë ndaj sulmeve të fundit iraniane mbi objektiva në Qipro tregon për një rritje të kapaciteteve operacionale të Teheranit, duke krijuar një precedent të rrezikshëm për sigurinë europiane. Megjithatë, ekspertët e sigurisë ndërkombëtare theksojnë se një skenar i tillë në territorin shqiptar mbetet jashtëzakonisht i vështirë për të realizuar në aspektin teknik dhe ushtarak. Çdo përpjekje për të dërguar raketa apo dron drejt Shqipërisë do të kërkonte fluturimin mbi hapësirën ajrore të Turqisë ose përmes detit Mesdhe, zona të cilat janë nën monitorimin e rrept të flotës së 6 të SBA-ve dhe sistemeve të integruara të mbrojtjes ajrore të NATO-s. Një lëvizje e tillë nga Irani do të interpretohej menjëherë si një akt lufte jo vetëm ndaj Tiranës, por ndaj gjithë aleancës së Atlantikut të Veriut, duke aktivizuar nenin 5 të mbrojtjes kolektive. Prej vitit 2013, rreth 3000 antarë të MEK-ut janë strehuar në kompleksin e fortifikuar në Mans, pas një marrëveshjeje humanitare të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara për t'i larguar ata nga rreziku i jashtëgjësimit në Irak. Kjo organizatë, e themeluar në vitin 1965 me prirje islamike socialiste, ka një histori të gjatë dhe kontroverse të përplasjeve me regjimin e ajatollahëve, duke nisur që nga mbështetja fillestare për revolucionin e vitit 1979 e deri tek kalimi në opozitë të armatosur nga mërgjimi. Edhe pse dikur ishin në listën e organizatave terroriste, në vitin 2012, Departamenti i Shtetit i SBA-ve i hoqi nga kjo listë, pasi grupi hoqi zyrtarisht nga dhuna. Sot prania e tyre në Shqipëri mbetet një gjemb në këmbë për Teheranin, veçanërisht pas zbulesave që ata bën për programin bërthamor iranian, duke e kthyer vendin ton në një pikë nxehtësi në hartën e inteligjencës globale.